Njerëz internet sa YouTube-sa, por sidomos që jeni shikues të Report TV. Unë jam Dasara dhe Dasarën sot e kam në intervistë me Sarën. Më pëlqen të luaj pak me emrin, meqense në fakt emri im është Dasara. Nuk ka një shkurtim të emrit tim, po ja që njerëzit më kanë thirrur edhe Sara, pavarësisht se unë nuk kam një shkurtim emri që është Sara. Bile që bëjnë dy bile bashkë. Kështu? Po besoj që dy bile bashkë në paralel. Doja që vajzës time në jetë t'ja vija emrin Sara, se emri Sara më pëlqente shumë. Ja vuri Ema, nuk ja vija dot unë, se Ema Andrea e vëri emrin Gocës, se tani Sarën të gjithë e njohin për atë që Sara bën, por për drejt që dinte që është vajza Emës, kjo është e pandashme. Tani unë jam e syze sepse kur mendova dhe vendosa që të bëja intervistë me ty, thash sa tip është ajo që atë bëj unë. Dhe me qenë se kisha dhe shumë angazhime familjare dhe mu desh të vija me vrap, pa pasur kohë që të rregullohem, i futa këto syze që të bësh ai fije ti. Sara, faleminderit që jenë në programin tim sot, me vërtet shumë faleminderit. Do të thuash ti. Faleminderit ju për ftesën, për koktelin, për ambientin, për mikpritjen e gjitha. Kurse e këtë pjesë? Me të drejtë do më thuash dëgjoj, okay, po pse më more moj motor? Bëra atë videoklipin. Më ka pëlqyer shumë një deklaratë që ti ke bërë. Që ke thënë që për të bërë një personazh i botës së spektaklit nuk duhet patjetër të kalosh, tash po them nga këpucët Lubotin për shembull, por nga një shembull njerëzor, siç ishte ai që le ti bëre me flokët. Që pastaj u mor shkak edhe që u bë dhe klipi i këngës që është hiti më nona i kësaj. Mankthim, se sa është vjet të më çojnë video ose audio ose foto që shiste po dëgjojmë të këngën, mankthim është bërë mank. Pse nuk të pëlqen kjo që do Nuk mendoja kur që do ishte kaq e përsëritur. Domethënë fillimi ishte bukur, ishte nice sepse isha pak a shumë imazhe aty klipit, por pastaj u bë shumë e bezdishme. Sepse edhe sa hap radio dëgjohet ajo kënga kudo edhe në klub edhe në lokal kudo dëgjohet ajo kënga dhe është pak e bezdishme, se gjithë thënë Ti ajo goca aty. Mendoje në fillim kur ta propozuan si projekt që do kishte këtë impakt? Jo, në fakt jo, mendoja se nuk do merreshin fare me mua, sepse as nuk e dija se do dilte montazhi i fundit. Se edhe kur po flisja me Florin, i thoja unë, mua nuk do merren fare, do merren me ty dhe me letrin se ç'pun kam unë. Jo, tha, shife, dhe ka për të marrë edhe me ty shumë, sepse nuk e dija që do isha vetëm unë në qendër të klipit. Dhe në fakt ashtu doli. Ishte ai koncepti që do ishe në qendër, vetëm thjesht nuk e dija? Jo, thjesht nuk e dija produktin e fundit, sepse domethënë e kuptoja që isha vetëm unë me çuna, por nuk jo që do dilja unë shumicën e kohës edhe jo dy këngëtarët. Mirë, me që ta kam qa kokën boll me muhabetin e këngës, unë them që të ndaloj tek një moment që më ka pëlqyer shumë. Ishte ky që të thash, pra i faktit që ti ke mshuar që për të bërë pjesë e botës spektaklit, nuk e di tash që të bëhesh showbizet, që të bëhesh një person i famshëm, celebrity, po se s'po vjen fjala, nuk është e nevojshme që të bësh siç bëjnë në fakt vipat. Në dratë parë unë po bëhem padashur celebrity në mënyrën që nuk doja të bëhesh akur. Nuk është se, domethënë kam projektet e mia, talentet e mia që përgjithsisht nuk dua të shfaq dhe t'i bëj publike, dhe po bëhem pikërisht celebrity me gjërat që nuk duhesh bërë në sensin që çfarë talenti ke ti, kush je ti, çka ke bërë ti për të shoqëri. Dhe nuk po më pëlqen fare të drejtën, se po më bëjnë vip me zor kur nuk dua, më kupton? Okej, ajo pjesa e klipit, sepse ishte shumë nice edhe kalova shumë mirë dhe më bëri shumë mirë për boost emrin, se thua, sepse ishte edhe diçka shumë me ndjer dhe që të gjithë e pëlqyen fatmirësisht, por nuk po më pëlqen fare kjo që po marr emër nga gjëra, nga budallishe, le të themi. Okej. Dhe tani të gjithë ata që janë duke na ndjekur, janë duke menduar, po mirë kjo Sara tash që nuk do më bëj famshme, kështu pse e pranoj intervistën me Dasara? Sepse më pëlqen Dasara. Pikë mbaroj. Faleminderit. Ja, këtë se prisja, po shumë mirë. Tash unë jam shumë e kënaqur të ti më pëlqen mua, sepse do të thënë je ti, e kupton? Je tip. Je tip. Arsyeja që më pëlqen më tepër është sepse në përgjithësi gocat që më pëlqejnë mua nuk janë kështu si puna jote. Janë kështu. As të grisura. Goca. Janë si më kështu. Si duket, do të thënë, jo si duket. Mendimi im është që ato shohin tek unë ato që nuk e bëjnë dot vet, kurse ti nuk e ke këtë problem domethënë. Mendoj se të qenurit femër nuk do më bëj dot kur paraqitja apo që ti jesh femër siç është stereotipi. Unë përpiqem gjithmonë të thyej këto tabut dhe më bën femër shumë gjëra të tjera se sa flokët, vetlla, buzët, hunda e grisura apo jo e grisura.
vesha ros sot apo jo, vesha taka apo jo. Ma kujtove këtë punën e femrës dhe më kujtua ajo foto me Manca Labandën mua. Me atë vajzën tjetër. Me atë vajzën tjetër që ç'nuk të bën të telendisën. E kanë zakon. Po, që ti ishe një kokra lesbikës. Je po ti shallim, kështu hallesh paçim. Me thonë, ajo që mendova unë pikërisht, ajo që mendova unë është kjo, okay, Sara që ka lesbike tani ku qëndron problemi këtu? Halli më të fortë, kupton? Në fakt ajo fotoja nuk është bërë fare për publikun e rëndom shqiptar, sepse ishte shumë personale. Jo, ajo është çuar dhe Vogue Italia. Kupton? Dhe shfa im që ndoshta ndonjëherë nuk i shfaq to si to është projektet që nuk janë fare për shqiptar, do me thënë shfaq ato të gabuarat dhe nuk shfaq ato që duhet. Nuk është bërë fare. Ka më shumë rëndësi do të. Nuk është bërë fare për publikun shqiptar dhe për të komentuar nga gazetarët shqiptar. Është bërë për të çuar te Vogue Italia, ka shkuar te Vogue Italia, ka nditur aty për 24 orë edhe pikë mbaroi muhabetin. Kupton? Se pastaj se morën ta se lesbike, se kështu se ashtu, nuk është feja im. E parë, dyta nuk më duk fare vulgare. Nuk më pëlqen vulgariteti dhe nuk dua të jem pjesë e vulgaritetit. Ajo fotoja është aktrim në radh parë, sepse nuk është kollaj të rish me një femër që sa e ka njohur në vask dhe duket edhe erotike, por mos duket edhe vulgare. Ajo mund të shprehet, mund të ishte një foto artistike dhe pik. Ishte artistike dhe pik, nuk kam se të jap fund fare shpjegim askujt që kështu e lej me kaq. Atë po thoja edhe unë, është më mirë ta lë me kaq kështu. Edhe le të jetë lesbike kush të doj, edhe gay kush të doj, edhe kjo nuk ka problem. Fare ja e zëm se për shembull neve na vajten mendje sonte që të flejmë bashkë, ç'i duhet dy njas për shembull, e kupton? Po që jo, se nuk e bëj dot. Po nëse kjo që ma bëti. Nuk e di. Ne vetë ta bëjmë një dashë që kam mendim. Xixa, vetëm xixa. Tani do ndaloj pak tek tatuazhet, se i ke pafund të mëdhaja. Ku mbaron ky mi? Wow. Kush ka pas durimin ta bëj këtë? Shoqja ime Perla Naçi, Perla Tatu, mund ta gjeni kudo. Okej. Domethënë është vajza ajo, ëh? Kjo, goca po, është vajzë shumë. Po pra është vajza që i bën, këtë se në përgjithësi mësuar që i bëjnë meshkujt. Është vajzë shumë e talentuar. Këtë si të erdhi që e bëre kështu, se është nuk duket sikur ka ndonjë kuptim, ka vetëm një, domethënë është vetëm një vizatim më thon lutem se. Atëherë stili i tatuazhit quhet mandala dhe përdoret nga në fakt historia mandale ka pas përdorur përgjithsisht për femrat. Domethënë janë tatuazhe që përgjithsisht kanë pas zbukuruar femrat dhe sa për njohuri për tjerët femrat kanë qenë të parat që kanë pas zbukuruar me tatu përpara meshkujve derisa u ndalua. Këto janë tatu indiane, me sa më mend, po. Dhe mënyra se si krijoheshin këto ishin kur priftërinj futeshin në një dhomë, mbylleshin për 10 ditë pa ujë, pa bukë, pa dritë, pa asgjë. Vizatonin këto mandala shumë të bukura, shumë të mëdha me rër me ngjyra dhe pastaj i prishten. Sepse kjo ishte një formë lloj meditimi. Dhe tek femrat kjo tregon që ti je femër alfa, je e bukur, je e zonja vetes, je një femër që je aftë për veten. Kjo simbolizon ky lloj stili. Dhe unë që thash nuk më duket se ka ndonjë kuptim. Jo, këtë është. Kështu po ndjem, në më ndjem si tash. Jo, kjo është. Jo, s'është si centra, është shumë e bukur. Është patjetër. Është preferuari. Nga krau tjetër kemi këtë Kafkën. Kjo nuk ka mbaruar akoma, në fakt. Si të erdhi që e bëre këtë? Këtë në fakt doja të kisha një tatu shumë tegër, sepse i kisha të gjithë tjerët që i kam shumë të butë. Dhe kjo është në fakt pak mix, sepse është edhe pak old school, po është edhe pak modern. Kjo vazhdon këtu dhe është një Kafkë. Kafka është e vjetër si koncept, po këto pastaj domethënë kjo ka edhe duhet të jetë persiane, se figurën kur doja ta bëja e kisha në mendje të ishte diçka persiane, se ka dhe piercing, ka edhe këto zbukurimet anësore, por nuk ka mbaruar akoma. Do i vazhdoj kurora edhe këtu sipër. Dhe Kafka zakonisht përkthehet sikur është simboli vdekjes, sikur është simboli të keqes, por nuk është e vërtet. Në shumë kultura Kafka simbolizon të kaluarën që ka vdekur dhe kur i ve kurorën sipër, domethënë simbolizon të kaluarën praktikisht. Dhe kur i ve kurorën sipër simbolizon që do të thotë që ti duhet të jesh krenare për të kaluar që ti ke bërë. You should stand queen regarding your past. Më kupton? Okej. Dhe kjo ishte. Tash do thonë ja bën ajo dhe si moderne flet anglisht. Jo, e di unë, prandaj them, dëgjoj. E kam shumë të vështirë të shpreh shqip fakt sepse kam bërë për 9 vjet vetëm shkollë anglisht. Gjuhë huaj. Vetëm në gjuhë huaj dhe kurse dhe diçka. Ska gjë, s'kemi pse sqarojmë dy janë kaq shumë për këtë. Po tani unë dua të kuptoj një gjë tjetër. Më the në përgjithësi tatuazhet e mia, kjo do të thotë që jam në këto të dyja, po ke shumë më shumë. Kam edhe shumë të tjerë, po janë të vegjël, nuk Sa? Kam 8. Vërtet do me thënë duhet numërosh se nuk ti bën dhe nuk mendon. Jo, nuk i mbaj mend.
Ti nuk i bën në përgjithësi tatuazhe ka njerëz që mendojnë shumë edhe ta bëjnë. Ja. Tashti okay. Unë të ngacmoj për tatuazhet më shumë se sa për të parë këto që ti ke, që bien sy sigurisht, për faktin se unë pash një postim tëndin që më bëri shumë përshtypje që ti vetë po bëhet ato. Po, kam filluar të mësoj të bëj ato. Ai shumë pëlqejnë domethënë sa dua edhe të di se si ti bëj tek të tjerët. Jo për ta bërë këtë gjë, po thjesht për qef. Po edhe pse jo për ta bësh të... Jo, po pse edhe mos ta bëj si punë part-time, sepse nuk është se e shoh veten aty totalisht. Po më pëlqejnë shumë dhe dua të di se si bëhen. Okej. Po full time do më thuash një çik për çfarë ke mbaruar shkollën se ka? Në shkollë nuk kam mbaruar akoma në fakt. Po çe do, dëgjom. Unë nuk e mbaroj. Ashtu them. Pa kam studiuar për marketing, pavarësisht se është hapur panik se kur studioj tek shkenca sociale, unë kam studiuar te Universiteti i New Yorkut. 3 vite shumë të gjata dhe shumë boring. Kam studiuar për marketing. Po nuk më pëlqen të më shkolla e lash, punova dhe po shoh një të ardhme dhe një tashme shumë herë më të mirë se sa të kisha qenë në shkollë. Jo, po shumë e drejtë. Edhe unë jam shumë dakord me këtë. E kam thënë 100 milioner, unë nuk e mora kur diplomën e shkollës lartë. Në fund të fundit kur do të merra diplomën unë kisha shumë punë. Kështu, punja gazetare. Kam kisha punë, do të thënë për çfarë ta bëjmë gazetarin kur unë duhet të shkruaja të bëja një intervistë. Ishte shumë absurde. Dhe më pushonin nga puna, punoja Vision Plus në atë kohë. Tani çfarë të bëja unë? Ishte një paradoks shumë i madh, thosha përveç se kisha qef shkollën, të kuptohemi, po thosha edhe pse vdolla që pse sepse ky ishte mentaliteti. Duhet bëj shkollën, kjo është absurde, njeriu duhet bënte shkollën. Po shumë 30 vjeç çella kot. Dhe mos nuk ra fare fikët që ti nuk Jo, e shpjegova mamit për shumë arsye pse nuk doja të shkoja më tek ajo shkolla specifike, jo shkollimin në përgjithësi, por nuk është ndonjë kot. Domethënë edhe gjatë kohës që kam qenë në universitet, kam pas punuar, dhe kur vendosa ta lija universitetin, në fakt e lash për një punë shumë të mirë. Shumë të mirë që më ka ndihmuar shumë për sot. Dhe kaq pikë, domethënë mami e kuptoi shumë që nuk ishte ajo që doja të bëja për momentin, shoqëria ka mami shumë të kuptueshme për çfarë do lloj vendimi që do marr, sepse të paktën la shkollën, po jam marr me gjëra që dua të bëj, jam marr me art, jam marr me muzikë, jam marr me punë, kam mutuar, kam eksperjenca të reja, kam gjetë veten, më kupton sepse shumë e rëndësishme ta kuptoj se çfarë do. Po jo të gjej veten njeriu, kjo. Sepse në fund ditës, edhe në fund jetës ti duhet të bësh atë që do të bësh që mos quhet punë, më kupton që ti është pasion. Po ka plotë që e bëjnë atë punë se kanë rënë ka ajo puna dhe okay, e pranojnë veten. Dhe atë kohës me turivar. Po mirë, depresion, patjetër. Po çdo jetën ashtu. Po jo duan ti ashtu, duket sikur duan. Ose nuk di ndryshe. Po punon tani aktualisht? Po punoj. Nuk ke ti atje ku punon në një element, për shembull në një person që nuk do të lëvizje aty ke niveli ku është edhe në punë. Për shembull nuk ka grind. Shkon, bën 8 ora të punën, ikën shtëpi, vjen prap nesër apo nuk është lloji i punës. Kam parë njerëz tillë që kam vetëm njërin në fakt aty në zyrë që është shumë e lumtur me atë punën që ka. Dhe kaq. Okej. Të shtoj koment. Jo, mirë, dakord, unë atë desha thosha, shikoj, s'ka nevojë na thuar se ku. Po fatmirësisht është vetëm njëra, këto nuk janë të gjitha, vetëm njëra. Sa jeni shumë në zyrë? Po dhe jemi vetëm femra. Po si është puna me femra? Shikon, je çik lesbike ti, ku ka zë, s'është pa gjë. Është shumë e çuditshme sepse unë kam shumë qeftri me çuna në fakt. Kam shumë qejf se jam kaq e lirshme dhe aty bëj vetëm. Edhe unë më të rritë ka pas më shumë shok se shoqe, por nuk e dim se më kanë parë kështu çik si burrë. E më mirë vapa. Çu hall shpaçim gurta. Po. Shumë si burrë. Më kënaqe shumë që e thua këtë. Është muhabete vetëm depilimi, merrën ato, domethënë nuk është se unë kam bezdi, ë. Jo, po. Dhe me çun thot si doli neshja dje. Ke vërtetësisht më thotë alla budalliqet ma mua. Jo për ndeshjen, ma po shi. Jo vetëm për ndeshjen, po shikoj. Unë për shembull i rregulloja shumë shoqe, shokëve të mia, kupton? Qefi i madh ishte. Edhe kur i manipuloj e mashtroja këto gocat, qefi i madh. Qefi i madh. Mirë, dhe në përgjithësi mendoj që meshkët janë më interesantë, më të zgjuar janë, më të zgjuar. Femrat janë më të forta, po meshkët janë më të... Jo, për zgjuarsin jo, nuk mund të them që ka diferencë. Mi varet, se harrova që tani jemi femra. Dgjoj, diku është problemi që mund çuna thjesht duken më fan sepse janë më careless. Kupton, nuk është se e vrasin shumë menin ai sepse sa e vrasin femrat. Biologjikisht ne mund të mendojmë 1 milion gjona në një ditë në kohë, kurse çunat janë 1. Kupton, edhe nuk ke pse t'ia shpjegosh 3 milion herë me detaje, më çunat duan fillim. Vazhdim mbyll. Po, kjo është shumë e vërtetë. Po çka kishe vesh, po çka bryzoliku, po ke shumë në herë janë të lotshme. Ke shumë të drejtë, kjo është shumë e vërtetë, po mos ndoshta neve, se unë kam si ty fiks këtë gjë. E më duket sikur shoh veten time 22 vjeç je. E sikur shoh veten time 22 vjeç, përveç se nuk kisha kështu me tatuazhe me. Po koncepti për jetën ishte ky. Edhe më pëlqen kur bie tek një person që shoh një lloj simbioze, po themi. Tash
Mos ndoshta kjo ndodhet edhe për faktin që meshkujt, nga që është një vend patriarkal dhe mashkullor ky, e kanë më kollaj të jenë vetvetja, kurse femrat duhet bëjnë sikur janë rregull që këto çunat i pranojnë. Mendoj se ato din të bëjnë dhe nuk din që tjetër. Domethënë edhe femrat bëjnë ashtu sepse nuk din tjetër. Janë rritur me atë ide nga nëna që janë rritur po nga meshkuj si burri që kanë marrë, që ti e femra do të rish shtëpi lash gatush splash. Po të marrësh atë edukat do thuash ti atë që gjë do japësh. Po prap më duket sikur nuk është akoma koha për tu viktimizuar, sepse është domethënë ta them të çfarë është periudha e internetit. Është periudha e informacionit, është periudha e televizionit, ti mund të marrësh informacione dhe shembuj të tjerë, dhe ti unë habitem se si nuk e kuptoj që kjo gjë që po bëj është gabim. Gabim, jo se je në faj, po është një jetë e çuar dëm. Triun të shi sepse janë gjitha standardet. Do bëj të shkollën këtu, në shkollë do njeriu në zemrës, nuk duhet shkojmë me shumë meshkuj se njerëzit do mendojnë që jam e përdal, s'duhet vesh të fustanin e shkurtër, nuk duhet ta bëj. O Lale. Po ça, po boll pra. Çfarë kupton hiçi këto budallishe nga mine dhe bëj çfarë të dush. Sepse janë nga 25 vjeç, edhe ëndra e tyre janë të fleni ditë dhe dëgjojnë nesër me 37 me 2 kalamoj. Nuk duan të jetojnë, nuk duan të bëjnë asnjë gjë, kupton? Jo, po, pyetje më thënë, si t'la mami ty të presësh flokët, Kishte shumë e bukur. Si t'la mami ty t'i bësh tatuazhet. Mami nuk e marr lekun me bë tatuazhet, nuk i bëj ekstreme kështu në kokë, në fytyrë, u da di unë, se i di vetë se ç'a bëjmë, kupton? Nuk e njeri jam edhe pik marroj. Pse do të marr leje mami tu? Okej që ti je kështu, po ku i gjen shoqet si vetvetja ti sa? Nuk i kam fakt fare si vetvetja. I kam thuajse të kundërta. Në karakter, jo në koncepte për jetën. Kam 2 shoqe të mia shumë të mira, 3 shoqe fakt shumë të mira. Ja, goca që më ka bërë tatun. Kam shoqe time të familjes që kemi 22 vite që njihemi fakt kam atë. Dhe shoqen tjetër që njihemi nga shoqja e parë që sapo tash, se po flasim kështu si klasa 5. Dhe e rëndësishme nga ato është që e ke për shkurt thonë gjej shoqe më të mira se vetja. Ato janë sinqerisht për mua shoqe që nuk më ofrojnë atë që unë nuk di. Më ofrojnë gjëra që unë flasim për gjëra që unë nuk i di, tema të paprekura. Dhe kjo është e bukur e shoqërisë tonë, mendoj që jemi të treja shumë të kundërta në eksperjenca, po jemi të treja shumë open-minded. Nuk gjykojmë njerëzit e tjerë apo njëra tjetrën për veprimet apo për gjërat që themi, whatever. Nuk. Dgjoj, po sa me fat pas ke qenë, mi që pas ke këto shoqe. Jam lind me këmishë. Se do fat kjo punë, dhe shiko, ti i ke që nga fëmijëria dhe është me të vërtet fat i madh se kur shoqëria vjen nga fëmijëria, pastaj ti rritesh dhe bën zgjedhjet në fakt. Se ato janë shoqëri që ngelen, po s'do të thotë që keni gjërat përbashkëta patjetër. Ja, vetëm të open mind likun i kemi. Me do të na shohësh. Si pak të duket kjo ty me. Në shoqërinë ku jetojnë pak të dy. Jo, në fakt jam shumë e pat. Po na shohësh të treja, njëra është shumë pjeshk, shumë me egër, me këto tiparet, TV takat, tjetra është shumë nerdy, le të themi, shumë goca thjesht, shumë e mirë, shumë e urtë, dhe jam edhe unë pastaj. Okej. E që shikon, po këta, po këto të treja pashkë që po bëjnë, që duhen valë. Mirë. Tani, të pys tangendi që vetëm për flokët ato i rrisësh më, edhe pastaj do kaloj ke një pyetje tjetër që për këto kam ardhur në fakt. Do i rris fakt se kam një film për të bërë. Dgjoj, po besoj nga që ke mami Ema Andrea. Po, absolutisht. Jo, se mos kujtohet se je kaq e talentuar. Mi që madh nga mend. As se mendoj në asnjë moment. Se në fakt edhe mami jot. E di, do me thënë, pati fat që njohu shumë dhe ju lëpi shumë, e kupton? Ishte bukur tonë, kush e di, aman, se s'po dalim. Nejse, okej. Mua më duke shti më e bukur, po nejse kjo është muhabet tjetër, se do thonë pastaj që këto mbarojnë intervistën e kemi flem bashkë. Si ajo krevat me ngritin, se që kam parë. E të thonë, ja kam marrë dorën kjo, e kupton? Tani Sara, për këtë arsye kam ardhur. Unë kam lexuar një status që mori shumë share. Domethënë shumë shpërndarje. Shumë shpërndarje, më doli disa herë në homin e Facebookut, më bëri përshtypje më shumë se sa ajo që the, që qëndron edhe nuk e diskutoj fare, e gjithë ajo që the. Thjesht e ke shprehur qartë. E ke shprehur aq qartë sa mua më bëri përshtypje, qartës jam atë cilën e kisha. A mi mirë kam fola? Gjë, ti që shpuna ati statusit qimja tra. Do me thënë, fillim fare, ajo është një situatë reale që unë sapo e kisha përjetuar. Që ta ditë shti dhe gjithë, sepse është bërë ajo gjë. Përveç se është shumë e vërtetë, është një fenomen që ndodh. Absolutisht. Dhe ishte thjesht një akumulim, si thua, mendimet që doja ta shpreha.
Ishe në kafe dhe pa dashur. Mrapa të rria telefonit fatkeqësisht. Dhe mbrapa kisha dy çuna, do të ishin diku ta 28 vjeç. Dhe kishin një telefon përpara, ishin me shapka me gisht, nuk llogaritet fare barkun e kishin hap figurën gërthizën, ë? Po, nuk i diskutoj. Fare, të stereotipe. Ti ke shpjeguar atë jo se je një artiste në mënyrën po e ke parë ashtu. Dhe kishin telefonin përpara, edhe çdo lloj femre me sa duket që dilte përpara, vetëm me shanin. Kjo kshu, e ke pa me shko kjo plako, e ke pa qa vesh kjo plako, ka shku me 5 veta, kur për mu është ajo që shko me më shumë se 9 veta. Ti jepshin dhe i listë? Po, t'jepnin edhe numra, t'jepnin zëto kriteret e veta, kupto? Mendon ti që boshin gjë këta, domethënë atë muhabetin me që mendon ti para apo me kompjuter para, po. Edhe pa pritur njëri nga të çunat e merr i bie telefonit dhe me sa duket ishte mami që i thoshte u bë drega gati, kupton? Dhe ky që i thotë lale vaja plaka pas ka bo bamja për drek, isha sa emna 5000 këlqe për masdite. Kupton ti tani? Dhe hiqen të dy. Laca këta. Po Laca nuk e di, aspirojnë për Laca, kupton? Aspirojnë se Lacat më fal janë ato me Armanit me po. Aspirojnë të jetën e luksit, aspirojnë të jetën me shumë femra, me makina, me ku ta di unë. Vetëm ti do pish cigare, çon do pish cigare, dëgjoj. Fillova ta bëj mod, se edhe një intervistë përpara teje me Mateus Frokun po me atë këngëtaren, jo e bëre ndezja i kishte ik menja, na kishte ik menja të dyve për një cigare. Në fakt nuk është absolutisht një shembull i mirë. Po fare një shembull i mirë që të pim cigare në ekran, po në fund të fundit kur e kanë pirë artiste të mdhaja, ku di unë ato italianet më vinë shumë në mendje mua se me ato aspirohem. Kur e ka pirë Madonna s'do ta pi unë që jam shumë më shumë se Madonna, lale, kuptoj se unë jam nivel më i lartë se Madonna. Ka pi dhe puro. Ashtu, Dhe flisë edhe për feminizmin. Anyways, te status. Okej. Dhe në fillim fakt kur e shkruajta plasa 2 ditë bam. Kishe. Pse? Po tash më si natës se kam lënë vetëm. Në fakt nuk e kam lënë vetëm. Është batot 97 e kjo? Nuk pare. Jo, e ka kap edhe pak prezentim. Okej, që shpëtova. Jam e vogël. Thash se ishte 97-s, kjo batuta. Në shumë kohë që nuk e përdorja në fakt. Edhe e shkujta e bëra e postova, më shkrua në Ulti Curim, thot a mundet të postoj këtë gjën. Edhe mundet shkush anonim, se dita si të duash, gjitha shplak e di që shpuna foto, status e emër mbi emër, se fundit e imja, ishte që në thikashe. Dhe nuk mendoja që do kishte marrë kaj shumë buj, dhe do ishte bërë, mua nuk më duket e vënd fare që të bëhet lajm. Statusin që në fundit e 22 vjeçare. Unë nuk e dija që ishte lajm, unë thjesht e pash është shkruar në për të gjitha portalet. Okej, ja unë këtë nuk e di. Ky është budalliku më i madh që është rreth kësaj ngjarje. Jo tani se tash po ndjem dhe unë shumë budallaqe që mora shkas nga ajo që të mora në telefon. Tani të lutem. Po pse ti ke parë shere, kupton? Po shere. Po të bëhet lajm në faqe serioze lajmesh që ku jam unë që kam bërë statusin poshtë janë 300 të vdekur tani seriozisht po më jep murën si përpara atyre domethënë. Po që shkimu të alik e para, e dyta ofendimet që ka marrë unë i logaristit do me thënë. Të lutem, më lërë të dalë tek qëllimi im që të mos dukem se gjitha ato portalet. Unë e kam të gjua e përdorër. Ti e kuptoj që në fillim të bërjes së pyetjes. Ekziston një problem shumë i madh këtu, një diskutim shumë i madh se italianët e thon pa problem, po se dhe fuck në anglisht thuhet pa problem, po tek ne tingëllojnë keq fjalët e pista, por prapë nuk i morin dorë na dalin gjithë ato llafet e ndyra. Dhe kështu që ti bëre si me thënë zbërthimin e atij diskutimi mu duk mua me atë status. Që i the fjalët e pista lale, si term. Pik. Në fakt ishte shumë i qëllimshëm ajo jargoni, nuk është se është duket edhe si shfryrje. Është bërë i qëllimshëm rreth parë që të afroj me situatën. Ishte i qëllimshëm që edhe t'i shtonte pak dosë humori statusin, nuk mendoj se duhet jetë kaq problematike që e pas ka thënë një femër atë gjë, sepse është edhe ky kompleksi që si mund të flasë një femër ashtu. Po plako, flasim. Flet edhe më shumë. Jo flasim, të gjithë flasim. Po nuk bëjnë kështu si se as ndershme nuk e thot dot, se ndershme këtu e kanë si e kuptojnë ndryshe, kupton?
Gjithsesi ishte shumë i qëllimshëm për humor dhe për të ofruar, për të ulur në nivel në të njëjtën situatë, le të themi. Dhe ajo që nuk kuptoj është edhe femrat e tjera, ua, po kjo femër si flet ashtu, jo po ta kapim neve edhe femrat, po pra keni fol për femrat se na shpifët. Femrat shu, femrat interesagjie, femrat materialiste, femrat shu, femrat ashtu, pra se na asotu, po pse ju duket vetë ju më të mirë që flisni për neve. Pra. E vërteta Fliste radhat, fliste dikush për meshkujt standard që nuk duan me bësi gjë, dhe nuk e kuptojnë që unë i du fort çunat. Kupton, i ka më shumë gjanë, se nuk Shite se si ti shkësh ndryshe, se sa ti thush plako ço, sepse ka djem shumë të mirë, që e humbasin situatën nga kontrolli fare, vetëm se u humbasin te ajo zymësia, se nuk e kanë vetëm te lotoja si loto. Ishte thjesht simbolik, ma ajo mund të jetë edhe kafe, ajo mund të jetë edhe PlayStation, mund të jetë edhe çdo lloj gjëje standarde që bëjnë çunat. Pra se 28 vjeç akoma me mamin do sillesh nusën në shtëpi, mos më thuaj tani. Po, patjetër që doja të çoj, ti je bindur që doja të çoj nusën në Po ç'është shtëpi. që buta Dhe nusja do pillin dhe ca kalamoj lale dhe ai do zbresi me çunat, poshke, lagja të pi. Nga kia aty, kështu. E fëmijët do t'i rrisin në ruja, kupton? Me mame. Ashtu. Mirë, unë kaq kisha, faleminderit shumë. Unë kam bërë intervistën më të lezetshme dhe më rahat, po e prisja me thënë drejtën. Këtë gjë me ty, kështu që me vërtet faleminderit. Fillon furçe. Ua legene, komplet legene. Unë kaq kisha për programin sot nga Dasara dhe Sara. Bye bye.